Me prani të albanologëve, akademikëve dhe publicistëve të njohur, u promovua në Durrës monografia Arbëreshët, shqiptarët e Italisë, me autor Fatmir Toçin. Në këtë studim shkencor janë përfshirë të gjitha vendbanimet e arbëreshëve, historia, kultura, rritet dhe objektet e kultit, ndaj akademik Recep Qosja e cilëson këtë vepër si monografi enciklopedike. Prej studiosëve mund të quhet monografi, por në të vërtetë ajo është një monografi enciklopedike. Trajtohen 563 pra ngulime, vendbanime, arbëreshe të shtrira në 65 provinca, të shtrira në 17 krahina të Italisë. Fatmir Toçi ka një përparësi në krahasim me studiosit e tjerë dhe kjo përparësi e tij qëndron në faktin saj e ka parë jetën e arbëreshëve. Autori Fatmir Toçi pohon se ky studim monografik ka një shtrirje të gjerë në kohë dhe në hapësirë, pasi ka vizituar të gjitha vendbanimet arbëreshe, ka takuar studiues dhe antarë të këtij komuniteti për të vjelë prej tyre materiale burimore për veprën. Për të ndërtuar këtë librin e parë dhe sidomos e dyti që është gjithë përfshirës nga pikpamja e informacionit që sjell, më zhdeshur që gjithë këto vite, mbi 13 vjet, unë të shëtis të gjitha vendet arbëreshe. Dhe duke thyer edhe disa koncepte mbi shtrirjen e vendbanimeve, unë kam bërë listën edhe i kam pasqyruar edhe i kam bërë edhe trajtimin e tyre nga pikpamja historike dhe kulturore të rreth 650 vendbanime arbëreshe. Takimi u përshëndet edhe nga studiuesi i letërsisë arbëreshe Matteo Mandala, profesor në Universitetin e Palermos në Itali, i cili e cilësoi këtë monografi si një pasqyrë ku shqiptarët reflektojnë për vetveten.